Sot do të udhëtojmë pas në kohë, në fillim të shekullit të 20, përmes një vepre të rrallë që na ofron një dritare të çmuar në jetën dhe kulturën shqiptare. Kjo pikturë quhet Albanian Olive Gathers, ose mbledhësit shqiptar të ullinjve, dhe është krijuar në vitin 1909 nga një prej mjeshtrave më të mëdhenj të artit të kohës, Joe Singer Sargent. Sargent ishte një artist amerikan me famë ndërkombëtare, i njohur për portretet aristokratike dhe për mjeshtërinë e tij në pasqyrimin e dritës dhe teksturës. Por, pikërisht në këtë periudhë, ai largohet nga portretet formale dhe zhytet në natyrë, duke udhëtuar në vende të ndryshme të Europës. Ndërto, ndalet në ishullin e Korfuzit, fare pranë Shqipërisë, ku ai vëren nga afër shqiptarët që punojnë në fushat me ullinj. Piktura që kemi para nesh është e realizuar me vaj mbi kanavac, në përmasat rreth 96 me 115 cm, dhe ndodhet sot në Manchester Art Gallery në Britani. Sa po e shikon këtë pikturë, syri të kap një hapësirë të mbushur me pemë ulliri, ku gjethet e vjetra lëkunden në një dritë të butë mesditore. Pemët janë të vjetra, me trungje të trasha dhe të dredhura, që të kujtojnë rënjet e thella të traditës shqiptare në këtë truall mesdhetar. Në këtë peizazh mbreslënës, Sargent nuk vendos në qendër figura të rëndësishme politike apo portrete të pasura aristokratësh, por njerëz të thjeshtë, shqiptar të zakonshëm, të përkushtuar në një nga punët më të vjetra dhe më fisnike, mbledhjen e ullinjve. Në pjesën e poshtme të kompozimit, shohim gra dhe burra të përkulur, duke mbledhur ullinj që kanë rënë në tokë. Gratë janë të veshura me fustane të gjata, me ngjyra të qeta, kryesisht gri dhe bezh, dhe mbajnë shalle të bardha ose të errëta në kokë, që tregon stilin modest, rural dhe praktik të veshjes popullore. Ato kanë një përulje të natyrshme, një përqendrim të butë, që jep ndjesinë e përkushtimit dhe përulësisë përballë natyrës. Më tutje, pranë trungjeve, shohim burrat shqiptar. Ata mbajnë pantallona të gjëra deri tek gjunjët, një tipar karakteristik i veshjeve të zonave jugore shqiptare, si labëria apo çamëria. Veshjet janë të thjeshta, por dallohen për përzierjen e traditës dhe funksionalitetit. Disa mbajnë jelek të errët, të thurur me kujdes, dhe kapele të sheshta ose shalle në kokë. Njëri nga burrat mban një shtizë të gjatë, me të cilën rreth degët për të rrëzuar ullinjt, një teknikë që ende përdoret në shumë zona rurale shqiptare dhe greke. Figura njerëzore në këtë vepër nuk është më qendra e gjithë universit, siç ishte në portretet e mëparshme të Sargentit. Përkundrazi, natyra dominohet mbi njeriun dhe njeriu bëhet pjesë e saj. Pemët marrin formë gati mitologjike, si të ishin vetë histori e gjallë që kanë parë breza të tërë të punojnë poshtë tyre. Drita që depërton në përgjithë është e butë, e shpërndar, duke krijuar njolla të arta dhe gri mbi tokë dhe trupat e punëtorëve. Kjo ndriçim nuk është i egzageruar, por është realist dhe poetik në të njëjtën kohë. Kodra në sfond ka nuanca vjollce dhe blu të zbethë, që e bëjnë të duket si një ëndër që tretet në horizont. Stili i pikturës është gjysmë impresionist, me vija të lirshme furçeje, me tekstura të pasura, por me një ekuilibër të shkëlqyer mes detajit dhe spontanitetit. Kjo është një nga periudhat më të lirshme të punës së Sargentit, ku ai nuk punonte më për klient, por për veten, për pasionin e tij. Por përveç vlerës artistike, kjo vepër ka edhe një rëndësi etnografike dhe historike. Në atë kohë, shqiptarët jetonin në kushte të vështira, shpesh të përhapur në territore të Perandorisë Osmane, në Greqi dhe në troje të ndryshme të Ballkanit. Megjithatë, ata ruanin zakonet, veshjet dhe mënyrën e jetesës, gjë që Sargent e ka dokumentuar me shumë delikatesë dhe respekt. Kjo nuk është thjesht një pikturë e një fushe ullinjsh. Kjo është një dëshmi vizuale e jetës së përditshme të shqiptarëve në fillim të shekullit të kaluar. Një fotografi e ndjenjave, përkushtimit dhe thjeshtësisë. Një kujtim i një bote që po zhdukej dhe që shumë prej nesh sot nuk e njohim. Në fund, Albanian Olive Gathers është më shumë se sa art, është një pasqyrë e vërtet e punës, dinjitetit dhe rënjeve të një populli. Është një kujtesë se edhe në thjeshtësinë e një dite pune, në hijen e një ulliri, mund të gjenden bukuria, forca dhe historia e një kombi të tërë.